بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Lavdërimet dhe falënderimet qofshin për Allahun subhanahu wa taala, Zotin krijuesin e të gjitha botëve. S'ka dyshim se përfundimi i mirë është për të devotshmit, dhe sa nuk ka armiqësi vetëm se për të padrejtit, për zullumçarët. Paqja dhe bekimi, shpëtimi i Allahut qoftë mbi Zotriun dhe të dërguarin ton Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij të ndershme, bujare, dhe mbi shokët e tij sinqert, besnik, si dhe mbi gjithë ata cilët e pasojnë rrugën e tyre me sinqeritet, ndershmëri dhe dashuri. Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmetullahi alayhi vazhdon librin Kitabu Tauhid me temën cilën nuk e ka titulluar, dhe ka thënë themi Allahut të lartësuar. Dhe kjo temë e pa titulluar është vazhdimsi e temës së kaluar, që thelbi saj që e trajton dhe diskuton është gjykimi me ligjin e Allahut subhanahu wa taala, dhe se ai i cili nuk gjykon sipas asaj që ka zbritur i madhi Allah, personi i tillë ndjek devijimin dhe shtekton me karavanin e lajtitjes. Dhe për këtë arsye, në këtë temë Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmetullahi alayhi ka vazhduar duke mos e emërtuar, por se ka startuar me disa ajete prej ajeteve kuranore, cilat sqarojnë në mënyrë të mrekullueshme vendimin hynor mbi ata të cilët nuk gjykojnë me atë që ka zbritur Allahu subhanahu wa taala, dhe po ashtu këto ajete janë një paralajmërim i qartë që në anën tjetër motivojnë dhe stimulojnë njeriun e ndërgjegjshëm, njeriun i cili veten e tij e ka kalitur në frymën e dritës së imanit, që me jetësu islamin në jetën e tij deri në vdekje. Ajeti i parë që ka shënuar në këtë temë dietari i nderuar Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmetullahi alayhi është fjala e Allahut ku thot: "Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum
آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. Ai ke vrejt ti o Muhammed hipokritet, cilët pretendojnë dhe pohojnë se kanë besuar në ato që të shpallur ty dhe në ato që është shpallur edhe profetëve të tjerë para teje. Yuridune e yetahakamu ila at-taghut. Ata kërkojnë gjykimin e tagutëve. Wa qad umiru an yakfuru bih. Ndërkohë që janë urdhëruar të mohojnë tagutët. Wa yuridu ash-shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida. Dhe djalli dëshiron që t'i nxjerrë ata krejtësisht nga rruga e drejtë. Ky ajet kuranor pasqyron gjendjen e hipokritëve në kohën e Rasulullahit alayhi salatu wassalam, dhe po ashtu kjo gjendje do të mbretëroj të gjithë hipokritët dyftyrshit deri në ditën e gjykimit. Dhe çdo herë hipokritët do të kërkojnë që ta anashkalojnë ligjin e Allahut, t'ia kthejnë shpinën dhe t'jenë koncentruar në zbatimin e ligjeve që janë produkt i mendjes njerëzore. Dhe çdo ligj që nuk është i mbështetur, i bazuar mbi parimet e shariatit të Allahut subhanahu wa taala, ai ligj është i kotë dhe duhet refuzuar. Dhe normal se djalli i mallkuar nuk ndalet se vepruari për t'i devijuar këta devijant hipokritët, por se dëshira, pasioni i djallit të mallkuar është që për herë t'i largoj më larg hipokritët nga drita e Islamit, t'i fus thellë në errësirat e kufrit, në errësirat e djallëzive, që ata në asnjë mënyrë mos me vrejt dritën e Islamit. Wa yuridu ash-shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida. Pra dëshira e djallit të mallkuar është ata t'i devijoj me një devijim të skajshëm, me një devijim që i largon larg e më larg prej udhëzimit të Allahut subhanahu wa taala. Ajeti i dytë thot Allahu subhanahu wa taala: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. Po kur ju thuhet atyre, pra hipokritëve, jeni tek ajo që ka shpallur Allahu dhe tek i dërguari sallallahu alaihi wasallam, kur ju thuhet kështu të hipokritëve, jeni në ato që ka shpallur Allahu dhe të shkojnë tek i dërguari, i sheh hipokritët se si largohen prej teje me përbuzje. Dhe sot njerëzit cilët me njën janë zhytë në atë baltosjen e nacionalizmit, në atë zhydhen, shelbësiren e urrejtjes ndaj shariatit Allahu subhanahu wa taala, sot ndëgjojmë personalitete që krenohen me kanunin
që i ka terrorizu ndjenjat e popullatës shqiptare, kanuni e lek Dugaxhinit, krenohen me këtë kanun dhe e ndin vetën të privilegjuar, të gëzuar, që ka qenë një pengesë për të mos u përhapur shariati i Allahut subhanahu wa taala. Një ignorancë e ulët. Çfarë do pozite që njeriu të arrin dhe ta krahasoj dhe ta ngrit një ligj, një kushtetut, një kanun që i ka terrorizuar ndjenjat e popullit shqiptar, i ka bërë gjakpirs që e kanë vrarë njëri tjetrin, kanë derë gjakun pa të drejtë duke u bazuar këtë kanun. Pra, këta njerëz, këto personalitete, kur ndin kënaqësi, ndin krenari se është bërë pengesë për të përhapur fjala e Zotit, mesazhi i Allahut, mesazhi hyjnor, dhe në anën tjetër e shfaqen atë përbuzjen ndaj ligjit Allahut subhanahu wa taala, kjo tregon qartë se sa të devijuar janë dhe si manipulon djalli i mallkuar me këta njerëz. Pra, i sheh hipokritët se si largohen prej teje me përbuzje. Pa gjithë ata që janë të ndikuar nga këto rryma djallëzore dhe që e kanë njollos shpirtin e tyre me hipokrizi, këta çdo herë do të shfaqin atë përbuzjen, atë nënçmimin ndaj personave, ndaj thirrsave, ndaj muslimanëve, cilët bëjnë thirrje me deklaratat e tyre, me veprat e tyre për të zbatuar ligji i Allahut subhanahu wa taala. Dhe ajeti i tretë me radhë që ka shënuar dietari Muhammed ibn Abdul Wahhab rahmetullahi alayhi lidhe me këtë temë është fjala e Allahut: "Fa kayfa idha asabathum musibatun bima qaddamat aydihim thumma ja'uka yahlifuna billah." E si do të jetë gjendja e tyre kur t'i godas fatkeqësia për shkak të asaj që vetë kanë punuar, e të vinë të ti duke u betuar në Allahun subhanahu wa taala, e duke thënë: "In aradna illa ihsanan wa tawfiqa." Ne kemi dashur vetëm të bëjmë mirësi dhe pajtim. Pra këta njerëz, kur i godet fatkeqësia, do një bela, do një sprov, dhe nuk kanë rrugë tjetër vetëm se të kthehen tek muslimanët, deklarata e tyre do të jetë normal, duke shfaqur edhe betimet në Allahun subhanahu wa taala se ne kemi dashur vetëm të mirën dhe pajtimin. Këto tri ajete në surën Nisa shfaqin disa prej cilësive të munafikave. Dhe kjo temë, siç e theksuam në fillim, është plotësimi i temës së kaluar. Dhe këto ajete, të cilat sqarojnë, motivojnë, udhëzojnë që muslimani duhet të gjykojë me shpalljen hyjnore të finalizuar me Kur'anin dhe me Sunetin e Rasulullahit alayhi salatu wassalam. Dhe kjo temë nuk do mend të rreg vërejtjen nga fanatizmi mëdhëbor. Shumë musliman janë sfiduar nga kjo smundje ideologjike. Mëdhëbizmi me fanatizëm i shfaqur është në kundërshtim me udhëzimet kuranore dhe ato profetike. Nga se gjithë dietarët, duke filluar nga 4 imamet e mëdhej dhe imamet tjerë të mëdhej që i ka posëduar në xhirin e vet kjo umet, gjithë këta dietar të vyshëm që kanë kontribuar
me një kontribut të shmushëm në dinin e Allah subhanahu wa taala, kanë thirrur në pasimin e të lirë, kanë thirrur që muslimani me reflektu dhe me implementu dinin e Allahut duke u mbështetur, duke u bazuar në argumente të qarta në librin e Allahut dhe në sunetin e Resulullahit alayhis salam. Dhe fjalët e dietarëve duke i respektuar dhe duke i pasuar atë sa dietarët ja kanë qëlluar, dhe gabimet e dietarëve duhet lënë anash, por jo me urrëtie ndaj personalitetit të tyre. Kjo temë që ka vazhdu djetari ndëruar Muhammed ibn Abdul Wahhab rahmetullahi alayhi, e mëson lexuesin sa ai duhet të jetësoj Islamin e jo të veproj një pjesë të Islamit e pjesën tjetër të nashkaloj. Pra, këto ajete që i lexuam janë mesazhi qartë se muslimani duhet të futet në Islam tërësisht me dashuri dhe respekt. Udkhulu fi silmi kafa, hyni në fe tërësisht, jo me marrë një pjesë të Islamit dhe pjesën tjetër me lënë anash. Pra, dashuria e muslimanit ndaj gjithë Islamit duhet jetë prezente, dhe jo të besohet një pjesë e Islamit, të praktikohet, të respektohet disa parimet e Islamit dhe parimet tjera të anashkalohen. A fe tu'minuna bi ba'd al-kitab wa takfuruna bi ba'd? A besoni një pjesë të librit dhe pjesën tjetër e mohoni? Allah subhanahu wa taala i drejtohet njerëzve. E besoni një pjesë librit, një pjesë Kuranit dhe pjesën tjetër e mohoni? Doni Islamin vetëm në xhami dhe jo në rrugë? Doni të jeni musliman vetëm në namaz, me një Ramazan, me një haxh, dhe pjesën tjetër tjetës ta kaloni sipas asaj që dëshirojnë kundërshtarët e Islamit? Muslimani kështu nuk guxon të mendoj. Muslimani duhet që tër jeta e tij, tër personaliteti i tij të reflektoj Islamin e pastër, Islamin burimor, jo Islam të përzir me llumin e ideologjive filozofike, sekulare, laike, apo të ndonjë religioni tjetër të kot. Nëse nalemi dhe shikojmë pjesën e ajetit të parë që e lexuam në lart, yuriduna en yatahakamu ila at-taghut, hipokritët dëshirojnë që të gjykohen të tagutët. Në ligjëratat e mëhershme kemi thënë se tagut është çdo person i cili del prej kufive që i ka përcaktuar Allahu subhanahu wa taala. Dhe kur i ka përmendur Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya rahmetullahi alayhi, ka thënë se janë 5 kokat e tagutëve. I pari është Iblisi, që e bardh bajrakun e devijimit. I dyti është ai i cili thret në adhurim, që njerëzit me adhuru atë. I treti është ai i cili kur njerëzit e adhurojnë ai ndin kënaqësi. I katërti është ai i cili pretendon se e din të fshehtën, edhe i pesti është ai i cili gjykon jo me ligjin e Allahut subhanahu wa taala. Dhe këtu kemi të bëjmë me këtë temë të gjykuarit me ligjin që nuk është i bazuar në mesazhin e Allahut subhanahu wa taala. Pra ata persona që gjykojnë jo me ligjin e Allahut subhanahu wa taala
janë tagut. Dhe ata persona cilët e konsiderojnë ligjin që e ka bërë njeriu me bindje se është më i mirë se ligji i Allahut, dhe ose thonë se janë i barabartë me ligjin e Allahut, apo se ligji i Allahut i ka skaduar afati kohor, ora biologjike ka kaluar për ligjin, shariatin e Allahut subhanahu wa taala, dhe tash është koha për ligjet moderne, ky person është kafir. Dhe sa një person i cili gjykon jo me ligjin e Allahut subhanahu wa taala, duke u mashtruar nga pasioni dhe dëshira e tij mëkatuese, por se me bindje është se ligji i Allahut është më i miri, është për çdo kohë, për çdo vend, dhe se ligjet tjera janë të ulta dhe nuk duhet ndjekur, por pasioni i tij e bën që me anashkalu ligjin e Allahut dhe me ndjek këto ligje kundërshtare, ky person nuk është i dalur prej fesë, ky është mëkatar. Kufri i tij është kufër i vogël, i cili nuk e nxjerr prej Islamit. Prandaj cilësia e hipokritëve e cituar në këtë pjesë në këtë fragment të këtij ajeti kuranor, dëshirojnë që të gjykohen tek tagutët, është një mesazh i qartë se problemet, nëse dëshiron me qenë prej atyre që nuk shkojnë ka rruga e tagutëve, e dreshnëve, djajve të mallkuar, është që ti problemet në jetën tënde që paraqiten, apo problemet e familjes tënde, problemet e shoqërisë tënde, problemet e popullit tënd, duhet t'i zgjidhësh përmes Kur'anit dhe sunetit të Resulullahit alayhi salatu wassalam. Andaj ky është mesazhi i qartë, ky ajet kuranor, se problemet nuk duhet zgjidhur me kanon, lek dugazinit. Është ndaluar, është kufër. Nuk duhet zgjidhur problemet, sidomos të ne janë të njohura problemet që ndodhin kur shkunërizohet gruaja, shkojnë tek plest me pleshnu këtë problem, apo problemet tjera, edhe këto janë në kundërshtim. Muslimani, ai që e ka thënë deklaratën, fjalën la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, duhet një herë për gjithmonë të largohet prej kanunave, prej plesnive, t'i kthehet institucionit të shariatit, ligjit të Allahut subhanahu wa taala. Shariati i Allahut është që e sjell rahatin shpirtërore dhe zgjidhjen për gjitha problemet, duke u pasuar me kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Pra ai që gjykon me ligjin e Allahut, atë do të pushtoj kënaqësia e Allahut dhe jo zemrimi i dhërimi i tij. Më pas Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmetullahi alayhi ka sjellur një ajet tjetër ku Allah subhanahu wa taala thot: "Wa idha qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun." Nëse i thuhet atyre hipokritëve, mos bëni trazira, padrejtësina në tokë, fesad, ata do të thonë se ne jemi vetëm përmirësues. Ajet kuranor është për ajeteve të fillimit të surës Al-Baqara. Dhe kështu është halli, gjendja e munafikave, e hipokritëve, që kur i thuhet se rruga juve është rrugë se nuk e sjell sigurinë, nuk e sjell stabilitetin, po është një rrugë që sjell trazira, ata deklaratat e tyre janë të njohura se ne jemi duke punuar për një stabilitet, për një siguri, jemi duke punuar për të përmirësuar gjendjen e popullit. Thirrjet për rregullim përmes feve të kota, religioneve, çdo fe që nuk është fe islame është e kotë, ideologjive filozofike,
gjitha rrymat e saj janë trazira për banorët e tokës. Është vetëm siguri, stabilitet, ai ligj i cili bazohet në mesazhin hynar, mesazhin e Allahut subhanahu wa taala. Dhe po ashtu ka sjellur një ajet tjetër Muhammed ibn Abdul Wahhab rahmetullahi alayhi, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dhe mos bëni trazira në tokë pas rregullimit të saj. Kjo është i ngjashëm me ajetin e surës Bekare, pra mos bëni trazira në tokë me shirk, me bidate, me mëkate, me ligje jo hynore. Çdo gjë që nuk është islame dhe mundohet që të futë rrënjët në shoqëritë njerëzore, ai ligj vetëm do të sjell trazira, nuk ka me sjell siguri. Për Allah subhanahu wa taala, kur i drejtohet njerëzve për t'i asqëruar edhe më tej rrugën e vërtet, shtegun që dërgon sigurt në përjetësi, Allah subhanahu wa taala ju drejtohet me fjalët afa hukm al-jahiliyyati yabghun, a mos kërkojnë ata gjykimin me ligjin e kohës së ignorancës. Kjo një pyetje nga Allahu subhanahu wa taala për ta kthjellur mendjen, logjikën e individit që mundon edhe me analizu mirë këtë pyetje që është parashtruar nga Allahu subhanahu wa taala. A me ligjin, a dëshironi ligjin e kohës së ignorancës? Wa man ahsanu min Allahi hukman liqaumin yuqinun. E kush është gjykatësi më i mirë se Allahu subhanahu wa taala për njerëzit që besojnë bindshëm? Gjykatësi më i mrekullueshëm është Allahu subhanahu wa taala, nuk ka dyshim. Prandaj këto ajete që i ka përmendur në këtë temë Imam Muhammed ibn Abdul Wahhab rahmetullahi alayhi janë të mjaftueshme për atë që i lexon me meditim, me logjik të shëndosh. Nuk ka dyshim se do ta kuptoj të vërtetën, dhe vërteta e vetme absolute është në fenë Allah subhanahu wa taala. Më pas ka vazhduar me një hadith të treguar nga Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, se i dërguari i Allahut ka thënë la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa'u tab'an lima ji'tu bihi. Nuk ka besuar askush për jush përderisa të jetë pasioni i tij pasues i asaj me të cilin kam ardhur unë. Lidhe me këtë hadith ka mos pajtim mes dietarëve për autenticitetin e këtij hadithi. Pra Neoviu e ka shënu këtë hadith në 40 hadithet e tij, libri i njohur 40 hadithet e Imam Neoviut, dhe është i renditur në numrin 41 dhe ka saktësuar këtë hadith. Ndërsa Ibn Rajebi në komentin që i bën 40 haditheve të Neoviut në librin Jami'ul Ulum wal Hikam, pas një elaborimi shkencor të senedit të këtij hadithi, vjen në përfundim se ky hadith është i dobët, nuk është i sakt. Po ashtu Muhammed Nasruddin al-Albani, Allah më shëroft, e ka bë daif këtë hadith, ka thënë se senedi është i dobët në librin Kitabu Sunne të Ibn Abi Asimit numër 15, dhe ka treguar se në senedin e këtij hadithi gjendet Nuaim
Ibn Hamed, që është i dobët, nga se e kanë konsideruar shumë dietarë të dobët për shkak të shumë gabimeve që i ka posedu ky person. Dhe në këtë libër, cilin e ka korrektuar dhe e ka vërtetuar Muhammad Nasruddin Albani, pra librin Kitab as-Sunna, orienton lexuesin që me u kthy tek sqarimi e Ibn Rajabit, tek komenti i 40 haditheve të Nawawiut. Ndërsa muhaddithi Abdul Muhsin al-Abad hafidhullah këtë hadith e ka konsideruar të sakt, të vërtet, me komentin që i ka bërë 40 haditheve të Imam Nawawiut. Dhe ka sqaruar aty, dhe unë ju këshilloj juve që të ktheheni te ky hadith dhe te komenti që i ka dhënë Sheikh Abadi hafidhullah, ka sqaruar se hadithi posedon edhe rrugë tjetër që e forcon dhe e ngrit në gradën e të qenërit hadith i sakt. Pra, shifet një mospajtim mes dietarëve lidhje me këtë hadith. Dhe ajo që reflekton ky hadith është se besimi i atij i cili nuk e burgos pasionin e tij kur ai dëshiron me kundërshtu ligjin me cilin ka ardhur Resulullah alayhi salatu wasalam, imani i këtij personi është iman i dopt. Pra, iman i dopt. Dhe me pas Muhammed ibn Abdul Wahhab rahmetullahi alayhi ka sjellur dy athere ku thot, ka thënë Shabi, mes një personi nga mesi hipokritëve dhe një individin nga jahudit kishte një armiqësi. Jahudia i thot të gjykohemi tek Muhamedi, sepse dinte se ai nuk merrte rishfet. Hipokriti tha, le të gjykohemi tek jehudët, nga se dinte se ata merrnin rishfet. Ran dakord që të gjykohen tek një falltor në Gjuhejne, me një vend, një fis, dhe kështu bën. Për këtë zbritja ajeti alam tara ila alladhina yaz'umuna, ai ke vret, ai ke pati o Muhammed hipokritët që pretendojnë se kanë besuar. Pra, ky ether që nuk kemi nevojë ta sqarojmë nuk është i sakt. Edhe pse flet në lidhje me shkakun e zbritjes së këtij ajeti kuranor, por se, siç tham, nuk është i sakt. Dhe po ashtu etheri tjetër thuhet gjithashtu se ky ajet ka zbritur për dy burra që u grindën dhe njëri prej tyre tha, le të gjykohemi tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tjetri tha, le të gjykohemi tek Kab ibn Ashraf. Pastaj shkuan tek Omeri për të gjykuar dhe njëri ja tregoi historinë ndodhin se çish kanë ardhur deri tek Omeri. Omeri u kthye atij që nuk dëshiroi të gjykohej tek i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Kështu është e vërteta? Ai ka thënë po, Omeri e goditi me shpatë dhe e mbyti. Ky ether dietarë kanë thënë se është me udu, pra është i shpikur. Prandaj nuk kemi nevojë të merrem me gjëra që nuk janë të vërtetuara, e sidomos me ato të shpikura, me udu. Tema tjetër që vazhdon Imam Muhammed ibn Abdul Wahhab rahmetullahi alayhi është tema që ka titulluar kush mohon diç nga emrat dhe cilësitë e Allahut të lartësuar. Sheikh Muhammed ibn Abdul Wahhab me këtë temë ka për qëllim të tregojë cili është vendimi i shariatit në lidhje me atë i cili mohon diç nga emrat dhe cilësitë e Allahut, dhe këtë sqarim duke e bazuar normal me argumente të qarta. Dhe kur kemi folur në fillim të sqarimit të librit, kemi thënë se tauhidi ka 3 kategori dhe prej njërës prej trijave është edhe kategoria e tauhidit të emrave dhe cilësive të Allahut subhanahu wa taala. Prandaj njëshmëria e kësaj kategorie të tauhidit është
shumë e madhe me kategori tjera, dhe disa dietar kur e kanë ndarë tauhidin e kanë ndarë në dy lloje, dhe tauhidin e asma wa sifat e kanë futur në tauhidin rububie. Dhe normal se tauhidi uluhie është një tauhid i cili në vetvete e ngërthen dhe e përmbledh tauhidin rububie dhe asma wa sifat. Dhe muslimani për ta kompletuar imanin, besimin e tij, tauhidin e tij, normal që duhet ta pastroj, ta vlerësoj, ta kristalizoj tauhidin uluhie, dhe normal se duhet të jetë i pastër edhe tauhidi asma wa sifat. Dhe ajetin kuranor që e ka sjellur Sheikh Muhammed ibn Abdul Wahhab rahmetullahi alayhi është fjala e Allahut: "Wa hum yakfurun bir-Rahman." Ata e mohojnë të gjithë mëshirshmin. "Qul huwa rabbi la ilaha illa hu." Thuaj, ai është Zoti im, s'ka të adhuruar me të drejtë përveç atij, përveç Allahut. "Alayhi tawakkaltu wa alayhi matab." Tek ai mbështetem dhe tek ai kthehem. Ky ajet kuranor tregon se mushrikët, idhujtarët me kas, e kanë mohuar emrin e Allahut Ar-Rahman, dhe ata që në sharon lidhe me këtë mesele se e kanë mohuar emrin Ar-Rahman, në tregohet në shkrimin e Rasulullahit alayhi salatu wasalam në ndodhin e marrëveshjes së Hudejbis, ku Rasulullahi alayhi salatu wasalam për të shkruar traktatin e paqes me mushrikët e Mekës, marrëveshjes, ka urdhëruar Aliun radhiyallahu ta'ala anhu që me fillu me Bismillahirrahmanirrahim, dhe mushriku i dhejtari nuk e ka pranuar dhe ka thënë se ne nuk e njohim këtë deklarat me këta emra Rahman, ndaj shënoje Bismika Allahumme, në emrin tënd o Allah. Fillojmë me emrin e Zotit dhe jo me al-Basmala që është e njohur. Allahun subhanahu wa ta'ala drejt dhe pa shtrëmbrime e latitje e besojnë el-Sunneti dhe xhamati. Ndaj Allahu emërtohet me shumë emra, dhe emrat e shumt nuk aludojnë në shumë zotra. Nuk aludojnë në shumë zotra, por aludojnë se i emërtuari me këta emra është madhështori i lartësuari. Dhe kur jemi pra të el-Sunneti, el-Sunneti i pohojnë gjithë emrat dhe cilësitë e Allahut subhanahu wa taala të vërtetuara, të pohuara me Kur'an dhe me Sunetin e Rasulullahit alayhi sallam. Ndërsa fraksionet e devijuara, dërguar nga rruga e drejtë, janë Jahmit, që kanë paraprit këtij devijimi. Pra Jahmit i mohojnë emrat e bukur të Allahut dhe cilësitë e lartësuara të Allahut subhanahu wa taala. Dhe pas tyre vinë Mu'tazilet, të cilët i pohojnë emrat e Allahut, por se i mohojnë atributet e Zotit. Dhe pas tyre vinë Esharit dhe Maturidit, të cilët i pohojnë emrat e Allahut subhanahu wa taala dhe pohojnë një pjesë të vogël të cilësive të Allahut subhanahu wa taala. Më pas Muhammed ibn Abdul Wahhab rahmetullahi alayhi ka sjellur një thënie të Aliut radhiyallahu ta'ala anhu që e transmeton Buhariu në Sahihun e tij, ku ky sahabi i nderuar, udhëheqësi besimtarëve, Allahu qoftë i kënaqur me të, thot: "Haddithu an-nasa bima ya'rifun." Fletuni njerëzve sipas asaj që din. "Aturiduna an yukadhdhib Allahu wa rasuluhu?" A dëshironi që të përgënjeshtrohet Allahu dhe i dërguari i tij? Kjo thënie e mrekullueshme që e ka lënë si një thesar të artë për umetin mbar deri në ditën e gjykimit Aliu radhiyallahu ta'ala anhu,
është një mesazh, është një thënie e ardhe, një rregull i mrekullueshëm ku e orienton muslimanin që me e përgatit veten me një kulturë, me një civilizim, me një qytetërim, se si me usjell me njerëzit, me njeriu në thjesht me komuniku me gjuhën që aja kupton, me njeriu në thjesht mos me komuniku muslimani nëse është i pajisur me një ori të larta, me dituri të argumentuara, mos me polemizu, mos me këshillu njeriu e thjesht bujikun me gjuhën e dietarit. Dhe kur flet me intelektualin, me pol me gjuhën e intelektualit. Pra kjo thënie e bukur e Aliut radiallahu ta'ala anhu e pajis muslimanin, e motivon që ai me zbukuru personalitetin e tij, kulturën e tij me një metodologji që e ndihmon në përhapjen e mesazhit të Allahut subhanahu wa taala. Më pas ka përmend një eter që e transmeton Abdurrazaku me sened se Abdullah ibn Abasi e ka pa një njeri ku ka kërcyer nga vendi kur ka ndëgjuar një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në lidhje me cilësitë e Allahut, në shenjë refuzimi. Ka luaj për vendet duke tregu refuzim ndaj hadithit. Tha Ibn Abasi, çfarë frike kanë këta? A u duken të lehta argumentet e prera dhe mbyten në të paqartat? Pra nuk nalen të argumentet e qarta, po thellohen në argumentet e paqarta. Dhe në fund të kësaj teme ka përmendur ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن, dhe kur kanë dëgjuar Qurayshët se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam po e përmend emrin e Allahut ar-Rahman, ankaru dhalika fa anzala Allahu fihim wa hum yakfuruna bir-Rahman. Ata e kanë mohuar këtë emër të Allahut subhanahu wa taala dhe për këtë arsye Allahu ka zbritur ajetin dhe ata idhujtarët e mohuan Rahmanin. Kjo ishte për sonte, lusë Allahun subhanahu wa taala që të na mbrojë nga devijimet, na ndriçoj gjoksat tanë me dritën e imanit, me nurin e besimit, na largoj nga errësirat e kufrit, shirkut, bidatit dhe të ndihmoj muslimanëve kudo që janë t'i kthehen islamit. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.